Historia e ditës së luleve nis që 10 vite më parë në Shkodër. Në koncertin e shkollave 9-vjeçare dhe bandës frymore të qytetit, kryetarja e Bashkisë Shkodër Voltana Ademi tregon se si u zhvillua dita e luleve në qytetin që lulet i ka tradit. Në Shkodër organizohet prej 10 vitesh. Unë kam qenë në kryetare e bashkie kur është organizuar për herë të parë dhe gjej një emocion e du me gjetë rastin të falenderoj ata organizatorët e parë. Unë kujtoj profesorin Ali Bali, kur erdhi një atëherë me Mifarit e Lazen edhe disa të tjerë, që propozuan si mundësi për të organizuar në Shkodër. E kujtoj që ka qenë një diskutim i mirë, në ato vitet varfra të Shqipërisë, duke i pamundur, ne nuk kishim shumë mundësi financiare, por kur u bë atëherë për herë të parë ka qenë një emocion. Edhe e kujtoj sot me shumë emocion pas 10 vitesh edhe kam kënaqësinë edhe kam një e mirë. Në Shkodër lidhet me një traditë, që është tradita e luleve, është qyteti i luleve Shkodra. Ne kemi pasur oborret apo kopshtijet tona plot me lule dikur. Edhe festa e luleve vjen si një mbështetje për ta promovuar këtë vlerë të qytetit Shkodrës, të oborreve të Shkodrës. Në Shkodër këndohen mbi 150 këngë që kushtohen luleve, në emër të mirësisë, dashurisë, respektit për njëri tjetrin, të bukurisë, të jetës, të qytetarisë. Edhe këtë ka përfaqësuar edhe në muzikën e Shkodrës. Ne kemi piktorë të mëdhenj, edhe nëse shohim veprat, lulja ka qenë një ndër motivet e tyre më të rëndësishme, më të mëdha. Duke inspiruar kështu shpirtin e mirë, pozitiv, qytetar, asaj çfarë vetë ky vend përfaqëson. Unë i uroj të gjithëve një jetë mirë, sjell pozitivitet. Dua që të sjell pozitivitet edhe i sjell marrësi të gjithë familjeve tona, qytetarëve. E shpresoj që të na gëzojë edhe në një atmosferë të përditshme që duam e pas në Shkodër. Bashkia Shkodër, thot kryebashkiakja, ka në projektet e saj që qytetin ta vesh sërish me lule gjelbërim, por kjo kërkon edhe një vullnet të qytetarëve. Sa më shumë të mund të arredojmë urbanizimin ton me lule, qoftë edhe në pallatet tona, në godinat tona, në shtëpitë private kjo bëhet tashmë. Pse jo mos ta bëjmë edhe qyteti jon ka në gjenezën e vet të qenurin evropian, dhe ndoshta edhe ky është një model i të qenunit evropian i këtij qyteti të Shkodrës, dhe ndoshta motivi për me vunë në drejtaren e gjithë secilit në çdo balkon, edhe lulet, por që çelin dhe përfaqësojnë edhe mirësinë e këtij qyteti, do të jetë ndoshta një vlerë shtume për ta ne. Në sheshin përpara bashkisë është zhvilluar një koncert artistik bashkë me pjesë të bandës frymore, por edhe me ekspozitën e femrës të veshur me lule, duke gjallëruar qendrën e qytetit.